Interesi maturantëve për Universitetin e Sporteve vijon të rritet. Rektori Agron Kasa thekson se kërkesa në tregun e punës për profesionistë të sportit, rehabilitimit dhe aktivitetit fizik po shton numrin. Përgatisim trajnerë të përgatijes fizike për ekipet sportive elitare dhe përgatisim personal trainer për qendrat e fitnessit. Kemi diploma të dedikuara për këtë punë. Ne përgatisim guida turistike për turizmin. Përgatisim menaxherët e sportit për gjitha shoqatat. Në Fakultetin e Universitetit Fizike dhe Rekreacionit, që në vitin e dytë, që janë studentët bachelor, ata fillojnë punojnë për qendrat e fitnessit, për shkak se qendra e fitnessit ka shumë. Programet më të kërkuara mbeten shkencat e lëvizjes dhe veprimtaria fizike e rekreacioni. Ndërkohë, Universiteti synon të zgjerojë bashkëpunimin ndërkombëtar me 5 programe të përbashkëta me universitete europiane. Në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes kemi një master me Real Madridin. Po prapë në këtë fakultet kemi një master tjetër me Universitetin e Urbinos në Itali. Në Fakultetin e Universitetit Fizike dhe Rekreacionit kemi me Universitetin e Rio Majorit në Portugali. Me Universitetin e Catanzaros kemi një bachelor për dietologji, për nutricion dhe një master për fizioterapi. Për vitin e ri akademik, studentët do të kenë në dispozicion një pistë të re atletike dhe një fushë futbolli të munguar prej kohësh, ambiente të nevojshme të stërvitjes. Testet fizike për programin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes do të nisin më 14 gusht, ndërsa aplikimet për Fakultetin e Rehabilitimit do të zhvillohen online sipas kalendarit të pranimeve në universitetet publike.